Shikoni vëllezër të nderuam, Allahu po drejtohet ty, o ti që ke besu, ruje veten tënde, edhe familjen tënde prej zjarmit të xhehenemit. Kjo është paralajmërim. Ruje veten tënde dhe familjen tënde prej zjarmit të xhehenemit. Pse? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Çdo njeri është përgjegjës për kopën e tij, edhe ti si krye familjar, ti je përgjegjës për familjen tënde. Ti je përgjegjës për djalin tënd, ti je përgjegjës për vajzën tënde, ti je përgjegjës për bashkëshorten tënde dhe për të gjithë ti je përgjegjës. Ku po të shkon djali mas 12 të natës, ku po të shkon vajza, ku po rrin, te cilat shoqe po rrin. E ku ta di unë? Je përgjegjës për këto. Andaj Allahu ty po drejtohet. Po jeton Allahu me ty. Po të afrohet Allahu me ty, jo ti me majt në vitrinat Kur'an dhe mu mbur, unë jam musliman, që Kur'anin ku e kam vitrin. Pa i Kur'an ty po drejtohet, o ti që ke besu, ruje veten tënde, edhe ruje në familjen tënde, prej zjarmit xhenemit. Pse me rujt prej zjarmit xhenemit? Për arsye se tash kur pe përshkruan Allahu xheleshanu zjarmin e xhenemit, çish përshkruan? Lën djeg se thot janë gurët dhe njerëzit në zjarmin e xhehenemit. Subhanallah. A din far temperaturë të madhe duhet me pas zjarri për me djeg njeriu. Edhe guri. A e dini? Qyreq keni bo, sidomos plesh kanë bo për para, dhe din që është procesi qyreqit, mu djeg guri. Tënë ata dru duhet mu djeg për mu djeg qaj guri. Po vetë guri mu djeg për me djeg insanin, çka do të thot kjo? Subhanallah, temperaturë e madhe.